Hani një lugë mjaltë në mëngjes dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Mjalti i dhuron natyralisht fuqi organizmit. Ai është një antioksidant dhe armik i mikrobeve. Nisja e një dite të bardhë dhe të shëndetshme nis përtej nga kuzhina. Mënyra se si dalim nga shtëpia në mëngjes për të nisur për në punë ndikon në mënyrë të pavetëdijshme edhe në humorin ton për gjatë gjithë ditës. Nuk është as pak i panjohur fakti që shumica e shqiptarëve dalin në mëngjes pa konsumuar asgjë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Duke i shkaktuar kështu organizmit të drobitje më të mëdha, dobësi që në nisjen e parë të ditës, të cilat këto gjëra mund të ndikojnë në aspektin tuaj shëndetësor dhe të krijojnë gjithashtu komplikacione të tij. Jo vetëm mjekësia, por edhe shumë studime të ndryshme vlerësojnë se nisja e ditës duke konsumuar një lugë të vogël me mjaltë esër në mëngjes është mënyra ideale për t'i dhënë fuqi dhe energji organizmit tuaj. Për gjatë gjithë ditës do të keni edhe përfitime të duhura për një mbrojtje më të mirë të shëndetit. Por cilat janë vlerat e mjaltit në dobi të shëndetit tuaj? Mjalti ka në përdorim të gjerë jo vetëm ëmbëlsuesit e saj. Përpara shpikjes antibiotikëve, mjalti përdoret gjërësisht për të trajtuar gjithashtu problemet e ndryshme të lëkurës, duke i dhënë atij përfitime të duhura unike në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ai është përdorur për të zbutur kollën, gjithashtu edhe si një maskë lëkure, që në lashtësi mjalti është konsideruar si një prej ushqimeve më të rëndësishme për njerëzit të cilët kryenin aktivitete fizike ose kishin punë të vështira. Por nga ana tjetër, nënat e dinë se mjalti është i dëmshëm për fëmijët nën moshën 1 vjeçare, sepse ai mund të shkaktojë botulizëm. Mjalti përmban sasi të vogla të proteinës, folatit, vitaminës C, vitamina të tjera të cilat janë të rëndësishme. Vlerat më domethënëse të mjaltit vijnë nga mineralet që ai përmban. Mjalti njihet si një multivitamin shumë e rëndësishme për organizmin. Të dhënat të cilave u referohemi sipas Healthline thonë se mjalti rreth 28 gram çdo ditë do të ofrojë 14% të dozës rekomanduar të manganit dhe 8% të hekurit. Mangani dhe hekuri janë dy prej mineraleve thelbësore për të cilat trupi juaj ka nevojë të luftojë sëmundjet dhe të funksionojë gjithashtu më mirë. Mjalti përmban antioksidant shumë të rëndësishëm kundër mikrobeve të organizmit që do të ndikojnë dukshëm në mbrojtjen e shëndetit dhe do të evitojnë gjithashtu komplikacionet e tij. Mjalti është armiku kryesor i mikrobeve. Ai është i mbushur me vitamina dhe minerale të rëndësishme. Nëse do të zgjidhni një term tjetër për të përshkruar mjaltin, me siguri që ai do të ishte multivitamin. Mjalti mund të përdoret gjithashtu për të forcuar energjinë, sistemin tuaj imunitar, për të paksuar alergjitë, për të zbutur kollën, fytyn, gjithashtu edhe për të luftuar infeksione të ndryshme. Ekspertët shtojnë në një zëri se përzgjedhja e mjaltit në dietën tuaj mund t'i japë përfitime të ndryshme në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shumë njerëz ndalojnë për të ngrënë edhe ushqime jo të shëndetshme dhe një ndërtoj që heqin nga dieta e tyre është mjalti. Nëse nuk kanë mjaftueshëm ushqime që është mënyra kryesore edhe për marrjen e kalorive, vitaminat, mineralet dhe fibra do të mungojnë ndjeshëm në sistemin tuaj imunitar, duke krijuar kështu komplikacione të shëndetit deri në rëndesa të pakthyeshme të tij. Nëse jeni një person që doni të humbisni në peshë, atëherë pikërisht jeni në rrugën e gabuar. Kjo gjë nuk do ju jap humbje të kilogramëve, por do të sjellë një varg të problemeve të rënda. Por përfitimet që mjalti do të ofrojë në shëndetin tuaj do ta kthejnë atë një prej produkteve më të vlefshme për të shtuar në vaktet tuaja ditore, edhe nëse doni të humbisni kilograma të tepërt. Mjalti mund të sjellë përfitime të mira në mbrojtjen e shëndetit falë vitaminave dhe mineraleve që ai përmban, duke u cilësuar kështu si një prej përzgjedhjeve më të mira për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Mjalti konsumohet prej kohësh
si një prej produkteve më natyrale dhe më të përdorura në ushqimet mjekësore edhe në ato popullore. Sipas ekspertëve të ushqyerjes, konsumi i moderuar i mjaltit çdo ditë mund të ndikojë pozitivisht në rritjen e energjisë së trupit, tretjen dhe mirëqenien e përgjithshme, sidomos kur ai përdoret si alternativë e mirë ndaj sheqerit, mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira nxitse edhe të mbrojtjes së shëndetit. Ekspertët tregojnë se mjalti mund të ndikojë pozitivisht falë vlerave të tij që ka. 1 deri në 2 lugë mjalt çdo mëngjes janë më se të mjaftueshme për të marrë përfitimet e tij dhe për të evituar kështu edhe komplikacionet e një pasnjëshme. Mjalti është konsideruar si një nga mrekullitë më të mira të natyrës, kjo për shkak të vlerave të larta ushqyese që ai mbart, që në kohët e lashta mjalti është konsideruar kështu si një ilaç i natyrës për trajtimin e komplikacioneve përfshirë këtu, lehtësimin e simptomave të ndryshme dhe parandalimin e komplikacioneve të organizmit. Nëse doni të merrni të mirat e mjaltit në dobi të shëndetit tuaj, sigurohuni që të konsumoni mjaltin natyral. Nëse keni probleme të lëkurës që nuk mbyllen lehtë, vendosni pak mjalt mbi të dhe e lidhni me një nap. Mjalti ka veti të mira antiinflamatore, vret baktere dhe mikrobet dhe do të stimulojë në sistemin tuaj imunitar, t'i japë fund këtyre komplikacioneve, duke nxitur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të tij dhe duke evituar problematikat e ngjashme. Mjalti mund të përdoret edhe në maska për lëkurën. Ndryshe nga vajrat, mjalti parandalon tharjen e lëkurës. Ai mundet që të përdoret në të gjitha llojet e lëkurës si një maskë e mirë natyrale kundër komplikacioneve. Mjalti shërben gjithashtu edhe për të trajtuar problemet antibakteriale të lëkurës dhe të ndihmojnë në rigjenerimin më të mirë të saj. Shtimi i mjaltit në recetat tuaja ditore mund të përdoret gjithashtu edhe si një shampo e mirë për shëndetin tuaj të flokut. Mjalti do të shërbejë për kujdesin e flokut. 200 ml ujë i holloni me një lugë mjalt dhe shplani kokën tuaj me këtë përzierje. Vetitë antibakteriale të tij do të zhdukin zbokthin, mykun dhe gjithashtu do ta mbajnë lëkurën e flokut më të hidratuar dhe flokun do ta bëjnë më të shëndritshëm. Mjalti mund të përdoret gjithashtu si një shurup për kollën. Mjalti është shumë i mahnitshëm për të trajtuar të ftohurën, gripin, gjithashtu edhe problemet e kollës. Ai nuk ka asnjë efekt anësor dhe mund të përdoret edhe për personat mbi 3 vjeç. Kombinimi i një lugë mjalte me një lugë lëng limoni mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të marrë lehtësimin e menjëhershëm derisa t'i drejtoheni mjekut për të marrë trajtimin përfundimtar në mbrojtjen e shëndetit. Shtimi i mjaltit në vaktet tuaja ditore sipas ekspertëve të Healthline mund të përmirësojë gjithashtu funksionet më të mira të zorrës suaj. Mjalti do të veprojë si një laksativ shumë i butë në lehtësimin e problemeve të zorrëve dhe do të luftojë gjithashtu parazitët. Mjafton të konsumoni një lugë çaj mjalt të tretur në një gotë me ujë dhe kështu përfitimet që do të merrni do të jenë rigjeneruese për shëndetin dhe lehtësuese për komplikacionet e tij. Mjalti do të ndihmojë gjithashtu sistemin tuaj tretës. Sipas Step2Health, mjalti është një ilaç natyral për trajtimin e problemeve të stomakut, si dhe do të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij. Nëse doni të merrni të mirat e këtij minerali në dietën tuaj, të lehtësoni tretjen dhe të siguroni një mbrojtje më të mirë të sistemit tuaj kundër kapsllogut, mjalti duhet të jetë përzgjedhja juaj më e mirë. Mjalti është një përzgjedhje shumë e mirë në luftën kundër problemeve të pagjumësisë. Mjalti është një nga produktet më të pasur me minerale, vitamina e yndyrna esenciale që rrit nivelin e insulinës ose serotoninës, citon Step2Health. Mjalti është ideal për të trajtuar gjithashtu problemet e pagjumësisë dhe të nervozizmit. Çdo mbrëmje mund të konsumoni një lugë çaj mjalt të tretur në një gotë me ujë. Dhe rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë vërtet mbreslënëse në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij, citon Healthline. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.